Cristiano Ronaldo ka pranuar se ka shkruar me AI fjalimin që mbajti tek eventi Prestige Awards dhe pikërisht për të folur mbi atë se si njerëzit nuk po marrin mundin më as për të shkruar vetë dhe në fakt se sa do ta zbe kjo edhe gjendjen emocionale të njerëzve në të tilla raste kur edhe fjalimet pastaj shkruhen me inteligjencë artificiale. Për këtë do të diskutojmë me inxhinierin biomjekësor Erman Mertenika, cilin e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Erman, përshëndetje. Përshëndetje Dorentina dhe kënaqësi si gjithmonë që jam pranë jush në TV1 në Prishtinë për këtë tematika shumë interesante. E shikoj inteligjencën artificiale dhe teknologjinë, domethënë që po shpërndahet kudo. Po sigurisht dhe kemi është bërë instrumenti ynë më i rëndësishëm, saqë ishte e pritshme që edhe këto yjet e futbollit Cristiano Ronaldo është më shumë e pritshme nga këto, që më së miri pa aplikojnë teknologjinë se si të realizojnë madje dhe fjalimin e evente shumë të rëndësishme, siç ishte ky rastin fjali Prestige Awards, që kishte përtuar Cristiano Ronaldo që ta bënte atë fjalimin mjaft me emocional, mjaft me atë inteligjencën organike, logjikën organike, emocionale etj. Hajt se po e bën asistenti i tij virtual, domethënë Erman, kishte përtuar që ta shkruante apo ka diçka për te kësaj dhe Cristiano Ronaldo me këtë gjë që bëri, pra që lajmëroi dhe tregoi, sepse mund edhe mos ta tregonte se ka shkruar me AI. Bëri një kapërcim tjetër duke treguar se vërtet po merr kontroll të jashtëzakonshëm inteligjenca artificiale. Patjetër, unë mendoj që pikërisht pra ky domethënë unë mund ta prek në dy anë të medaljes. E para është promovimi i marketingut të AI, sepse AI-ja faktikisht inteligjenca artificiale nuk është se ka nevojë për marketing fuqishëm, sepse është vetë instrument që krijon marketingun, por që unë më shumë Dorentina anojna pjesën që kisha përtuar. Kisha përtuar, domethënë që të krijonte atë fjalimin e tij mjaft emocional, domethënë mjaft interesant. Kishte përtuar. E mendoj kështu, domethënë gati 80% të kësaj që hajtë se po e bën ChatGPT apo themi që për batutë, sepse ne po shikojmë realisht se si inteligjenca artificiale teknologjia po bëhet pjesë e jona, domethënë. Kishte përtuar të bënte fjalimin e tij. Dhe duke pasur parasysh që ky fjalim nuk ishte as pak emocional, nuk ngjallte një emocion nga dëgjuesit, kjo tregoi pikërisht pra fiks që Cristiano Ronaldo kishte bërë një prezantim shablon. Domethënë hajtë se po aplikoj tek asistenti virtual dhe po ma bën ai. Po, dhe pikërisht për këtë Ermand, sepse emocionet janë shumë e rëndësishme, sidomos në fjalime të tilla, kur merren çmime të tilla. Po, dhe a do të zbehet pastaj kjo nëse të gjitha fjalimet pastaj do të shkruhen me inteligjencë artificiale dhe emocionet po them do të prodhohen nga inteligjenca artificiale pastaj. Ku ka më bukur për shembull fjala vjen se sa në TV1 të kesh një Dorentin që jep lajmin me emocione, jep lajmin pikërisht me logjikën organike, me atë dëshirën, apo një Erman që bëjmë bashkë një diskutim domethënë të logjikshëm për këtë, se sa të kemi një Erman ai dhe një Dorentin ai domethënë që të japi lajmet, kush mund ta ngjojë atë? Nëse do jemi të dy sisteme robotike apo humanoide apo inteligjencë artificiale, dhe ato që do na ndjekin po inteligjencë artificiale do jenë. Që do të thotë që dallimi kryesor midis inteligjencës artificiale dhe inteligjencës natyrale është inteligjenca emocionale. Që do thot mirë krahas logjikës, inteligjenca artificiale ka logjikën automatike, është precize etj, që realisht ne përdorim për ta përdorur ose më saktë përdorim në procese të ndryshme të punës që na ndihmon realisht, por jo deri aty sa që ne tani, siç marrim rastin e yjeve të futbollit, për shembull Cristiano Ronaldo, që atë inteligjencën emocionale tani ta japi me ose më saktë bëj deklaratë, domethënë ta përkthej në formën e AI-s. Këtu që doj Cristiano Ronaldo, domethënë, se mendoj pikërisht që ky fjalim do ishte fiks i krijuar nga ai, por që mos harrojmë që inteligjenca artificiale nuk ka koncept emocional. Është një gjuhë programimi që ne kemi përmendur pak a shumë, që ne na zgjidh shumë punë në çdo proces, në çdo sektor industrish apo punë të ndryshme, por që jo ama të krijojë të konkurojë aftësinë krijuese të njerëzit. Madje e çuditshme fare është që kishte dalur në një portal tjetër international, media huaj,
që hajde të krahasojmë një pikturë realizuar nga një piktor me emocionet, me ndjenja që janë të laj, dhe një pikturë e krijuar nga inteligjenca artificiale, domethënë. Ka një diferencë shumë të madhe që ne arrim ta kuptojmë se kush është një diçka, një fjalim, një imazh, një pikturë e krijuar nga dora jon dhe e krijuar nga inteligjenca artificiale. Pra bën një dallim.